Jo, shkon me arkim Avdulli dhe tani goditja shtylla që në minutën e tretë Ferizaj për pak të kryoje përsin. Çfarë mundësie mirë ishte kjo? Dobët reagoja aty mbrojtja e Prishtinës Arena të lovi. Aksioni Prishtinës Arena aty Trajkovski dhe rrezikshëm kjo. Rrezikshëm për autogol, korneri par për skuadrën. Zekolli ndërhyn. Nuk është larguar mi rreziku këtu Ogunc dhe Smakici intervenon. Rrezikon tani seriozisht skuadra vendese. Intervenim shumë i mirë. Në fund Berisha, përsëri Avdulli dhe më i larti në kërcim Dukure. Goditja! O, çfarë goditje ishte kjo! Dhe shpoton sërish aleate e skuadrës së Prishtinës së Re, shtylla. Përsëri kërthon skuadra vendese, tjetër goditje. As kjo nuk është e sakt, por është goditulli në krahun e majt. Pasim i mirë për Jakub Berishën. Berisha! Çfarë rast ishte kë? Çfarë mundësi e lëshon në skuadra Ferizajt, rasti i parë nga Gligorov, grushton topin aty Smakici. Avdulli. Ruben Richards. Bukur pasimi të Avdulli. Ja mundësia tani. O e fat përsëri për skuadrën e Prishtinës së Re. Betet 0-0. Beti Maxhi Musa për golit të 5. Do të shojmë edhe njerë së shpejti këtë rast. Arkimi drejt shtyllës së dytë. Situatë rrezikshme dhe Smakici e shpëton. Çastin e fundit, tjetër rrezik. Goditja dhe 1-0. Më në fund, Ruben Richards, 72 minut. Ferizaj avancon me plot merit. Aljer dëshmohet që është një ndër sulmuesit më kuaj. Arkimi nga Fazliu. Rasti djallë dhe një me një! Parazon Preqi! A do të ketë varë këtu nga se ka ngritur flamurin e ti gjyqtari ansor Fatlun Budjaku. Të shojmë a do të kemi intervenimin e parë nga dhoma e varit. Aty ku pozicioni pa rregullt. Betet 1-0. Ogunc tani dhe ja rasti drejt që të byllën gjithçka. Çfarë mundësi e lëshon Ogunc pas këtij gabimi. Njavexhi. Goditja nga distanca këtu, tenton Ergyn Ahmeti, intervenon. Qëndrim Kita e kishte lojtar dhe tani mundësia. Çka lëshon këtu skuadra e Prishtinës së Re. Goditje shumë e fortë, ndoshta më tepër do të arkoj. Baholli, të lovia brenda zonës. Goditja aty dhe 1-1. Parazon skuadra Prishtinës së Re me Astrid Berishën, minuta 89. Pas kësaj trysnie dhe 2-3 mundësive në këto minutat më të mira, Prishtina Re arrin të rikthehet në lojë me golin e zëvendësuesit. Zekolli, rrashqet aty Zekolli, Avdulli, Ruben Richards. Gjotja Richards, i mirë arkimi Smakici largon rrezikun në fund.
Richards i vetmuar në fazën e sulmit. Arrin aty Kurbovci. Beti Magjimusa. Jo preciz edhe këtë herë. Dhe mbyllet 1-1 në Ferizaj. Lufta për mbjetesë vazhdon. Ju përshëndes të nderuar shikues.